Gjykata e Korçës lë në burg Kristian Sterion, i dyshuar se vrau me armë zjarri shokun e tij të fëmijërisë Joan Zyko pas një rivaliteti të krijuar ndër vite që përfundoi në një përplasje fatale. Seanca për caktimin e masës së sigurisë u zhvillua këtë të mërkurë nën masa të forta sigurie. Forca të shumta policie rrethuan ambientet e gjykatës, ndërsa në sallë nuk ishte i pranishëm asnjë familjar, as nga ana e viktimës dhe as nga familja e të dyshuarit. Prokurori Artenida Toska, që po heton krimin, kërkoi masën arrest me burg për Sterion, kërkesë që u pranua nga gjykata e Korçës. Me këtë vendim 20 vjeçari do të qëndrojë në paraburgim gjatë vijimit të hetimeve. Gjëria ndodhi pas ditën e 8 gushtit në lagjen numër 14 të Korçës. Joan Zyko dhe Kristian Stereo njiheshin prej fëmijërisë, por marrëdhënia mes tyre ishte përkeqësuar me kalimin e viteve, duke u kthyer në rivalitet dhe konflikte të vazhdueshme. Sipas hetimeve, përplasja e fundit kishte nisur rreth 2 javë para vrasjes. Stereo ka deklaruar para hetuesve se Zyko i kishte ngacmuar të dashurën, ndërsa ditën e ngjarjes mes dy të rinjve pati fillimisht një konflikt fizik. Pas sherrit, Stereo është larguar drejt banesës, ku sipas dëshmisë së tij ka marrë një armë zjarri që e mban të fshehur. Më pas është rikthyer në zonë, ka ndjekur shokun e tij të fëmijërisë dhe ka qelluar në drejtim të tij. Plumbat rezultuan fatal për 20 vjeçarin Joan Zyko. Pas vrasjes, Stereo u largua nga vendngjarja dhe qëndroi për disa orë në Arati. Policia lokalizoi dhe arrestoi rreth mesnatës së 9 gushtit. Kristian Stereo po hetohet për vrasje me paramendim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht motivin dhe dinamikën e krimit.